Unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë e prej ditës në ditë. Unë e di kush jam, unë e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Se Kosova kishte nevojë për vetë mbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepnin edhe jetën për vendin e tyre. Popull që refuzoi që të zhdukej. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Unë nuk po bëja plane si ta merja kontrollin e Kosovë. Po bëja plane si të përgatitja provimet në universitet. I vetmi njeri që po bënte plane morbide, ishte Slobodan Miloševići. Plane për një gjenocid tjetër, për një gjenocid të ri në Kosovë. Regjimi Miloševićit me kishte ndjekur. Ai me kishte dënuar në mungesë, me akuzën se kisha shkelur ligjet e tij diskriminuese. Me vonë, po i njëjti regjim do të dënoj në mungesë edhe presidentin Clinton, edhe sekretarin Albright, edhe kryeministrin Blair, edhe kancelarin Schröder, edhe presidentin Chirac, edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Solana dhe të tjerë, dënimin e mungesë. Sepse nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe popullin përballej me shparosjen. Për këtë jam shumë krenar dhe nuk i bie pishman asnjëherë. I vetmi, apo bash i vetmi kundërshtar i imi, i popullit e Kosovës dhe i botës demokratike ishte Slobodan Miloševići. Është e rëndë ta dëgjosh këtë akuzë. Veçanërisht kur gjatë luftës, unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë e prej ditës në ditë. Unë nuk isha i sigurt nëse do të shisha familjen time, gruan time e djalin e sapo lindur. E lere më të ndroja të ushtroja kontroll në Kosovë. Gjykata duhet me çdo kusht të mbrojë drejtësinë, të vërtetën dhe pa anësinë. Unë qëndroj në këtë proces me bindje dhe besim se e vërteta nuk ka arsye të ketë frikë nga drejtësia. Dhe se drejtësia mund vonohet, por nuk mohohet kurrë. Unë e di kush jam. Unë e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Veprimet e mia kanë qenë njerëzore dhe ligjore. Ndërgjegja ime është e pastër, historia ime është transparente. Tani çdo kush mund ta shoh atë edhe në këtë proces gjyqësor. Lufta jonë ishte e drejtë dhe se pretendimet e prokurorisë nuk qëndrojnë. Thash se po përballesha me një akt akuzë të pabazuar. Shënjestër e saj ishte pikërisht kapi i përgjithshëm i UÇK-s, ushtria çlirimtare dhe në veçanti qëllimi i saj, që ishte pavarësia e Kosovës. E historia e Kosovës nuk mund të rishkruhet aq më tepër në një sallë gjyqi. Unë besoja se Kosova kishte nevojë për vetë mbrojtje. Kishte nevojë për njerëz të gatshëm ta jepnin edhe jetën për vendin e tyre. Kishte nevojë për dikë siç ishte Adem Jashari dhe ushtria çlirimtare e Kosovës. Prandaj, unë ju bashkova Adem Jasharit. Ushtria çlirimtare e Kosovës nuk u krijuan nga dëshira, por nga nevoja. Ishte reagim ndaj dhunës sistematike dhe mohimit të dinjitetit. Nuk ishte aventurë, ishte mbijetesë. Qëndroj sot këtu para josh të nderuar gjyqtar, jo se një kriminali që përshkruan akt akuza e prokurorisë, por si një njeri i lindur dhe i kalitur në luftra për dinjitet njerëzor, nga një popull ose në një popull që refuzoi që të zhdukej nga politikat e krimit dhe të gjenocidit të Serbisë. Shënjestër.net